Dhjetra banor të fshatit Varibop, pjesë e njësisë administrative Cakran në Fier, dolën në protestë të premten. Shkak i zemërimit të tyre është amortizimi i theksuar i rrugës lidhëse prej rreth 2 kilometrash, e cila është pothuajse pa kalueshme në të gjithë gjatësinë e saj. Sipas banorëve, ky segment rrugor është lënë në harres prej dekadash, ndërsa situata është përkeqësuar ndjeshëm pas punimeve të kryera nga ujësjellsi, rreth 2 vite më parë që nuk e riktheu më rrugën në gjendjen e mëparshme. Kemi 30 vjet, vjen sa për fushat ja. Edhe në rrugë zhavore kemi mbajtur vet, edhe ujësjellsi si e ka bërë gropa, s'kalon dot, janë 20 fëmijë që vjen në shkollë. Nuk vjen dot në shkollë se Natallin se jemi me bal. Unë e ka shtruar me lekët e mia. Si ka mundësi që vjen ai na e ujësjellsi, vjen ujësjellsi e prish. Të premtojnë gjithë ata veta edhe mos sa shtrojnë, është turp. Përballë kësaj situate, protestuesit kërkojnë një ndërhyrje të menjëhershme për sistemimin e këtij segmenti rrugor, gjendja e të cilit sipas tyre po nxit shpërnguljen e banorëve. Ndërkohë, sipas informacionit të marrë pranë bashkisë Fier, sistemimi i këtij segmenti rrugor është parashikuar në projekt buxhetin e vitit 2026, ndërsa rikonstruksioni të plot do t'i nënshtrohen të gjitha rrugët problematike të njësisë administrative Cakran.